se erdhët në ditën e dytë të këtij vlogmas. Unë dhe Jasona po bëhemi gati sepse do ikim në Athinë. Është Black Friday sot, ditët e uljeve, dhe burri ka nevojë që të blej disa rroba për dimër, ndërsa ne do shikojmë kështu pijama për Krishtlindje, sepse këtë fundjavë do vendosim pemën. Kështu që do bëjmë gati, do lyhem pak, do rreguloj këto flokët që i kam skandal. Edhe do ikim. Ndërkohë veshja ime dhe Jasonas, unë kam veshur xhinse të Hamas, një bluzë të zezë të thjesht, edhe pse më shkoni shpesh me këto lloj bluzash, kam disa, nuk kam një. Dhe Jasona ne kam veshur me kostum blu. Kemi ardhur në shtëpi, kemi marrë Ajlën nga kopshti, erdhëm në shtëpi, gatova, bëra pak oris me spinaq, si punë supe, që më të trash, ishte shumë e mirë, nuk e kisha bërë ndonjëherë. Kishim dhe pak mish zogu dhe këto hëngrëm, nuk ju tregova sepse po fliste vajza me vajzën e vllajt edhe në telefon. Kështu që nuk kisha telefon që t'u tregoja se çfarë po gatuaja. Por nejse, ne vajtëm tek qendra tregtare, kishim shumë pak orë kohë, sepse kishte shumë trafik edhe na duhet që të ktheheshim në orën të paktën 12:30, sepse Ajla mbaron në orën 1, edhe nuk kishim kujt i thoshnim edhe po të vonoheshim. Kështu që të gjithë të afërmit ose ishin në punë, ose kanë hallet e tyre me spitale, me gjëra kështu, dhe nuk ishte asnjë lirë sot. Kështu që po, me shpejt e shpejt vajtëm tek Waikiki. Na doli kohë të vinim dhe për dyqanet e tjera, por siç ju kam thënë që unë nuk kam më shumë interes që të blej gjëra shumë, tani mendohem shumë që të blej. Kështu që tek Waikiki burri bleu. Okej. Burri bleu shumë. Po, në fund, kur vajti te kasa, nga që ne ishim ndarë, nuk ishim bashk, i tha, nuk janë me ofertë këto, i tha. Jo, i tha, jo të gjitha janë me ofertë. Kështu që s'kishte marrë asgjë me ofertë. Unë i thash që janë me tabelë të kuqe ato që janë me ofertë. Kështu që të burrit nuk dua t'rregoj sepse sportive blen ai zakonisht, ja, punë të tillash. Meqense është kjo një. Do të dëgjoni dhe fëmijët tani, sepse janë dhe dy në shtëpi. Edhe këtë, kështu, hudit të tilla, tuta sportive, gjëra të tilla blen ai, nuk është se bën ndonjë blerje të kushtet e çfarë. Këto vesh në përditshmëri. Pastaj në këtë çeskën këtu kam vetëm për fëmijë dhe një gjë për vete. Ajla, mos i mbyll e hap 200 herë mami se do ju vrasësh duart vllajt. Mirë, tani. I kam bler Jasonas një thes gjumi me këmbë edhe me si punë organik. Unë i kam një, nuk e di tani sepse unë e mora përmjet masës 12 deri në 18 muajsh, më duket pak i vogël këtu, të shohim. Nuk e di, të shikojmë, nuk kam çfarë them. Është 100% pambuk thon këtu. Edhe ka bërë 14,99 euro. Po. Kjo është për pak fare, më vonë se akoma është do vap dhe fëmijët e mi kanë shumë vap, si fëmijë nuk është ftohtë. Kështu që për pak më vonë uroj që t'i bëj. I kam marrë Jasonas këto. Për tani, për festat, është 1,75, shumë lirë këto çorapet, janë fiksi tek Temu edhe tek Shein. Kështu që i kam marrë dhe një palë të tjera, po Ajla ka një palë me kështu si me planete këtu edhe po i qep e Ajlës jam mirë të ato, kështu që u detyrova ja vesh ato të tjera se janë me një pemë. Edhe po. Tjetër, një ndër gjëra që më ka pëlqyer në ekstrem, ka qenë ky fustani që ja ka marrë Ajlës. Shikoni sa i bukur që është për tani për festa. Me këtë jakën është fantastike dhe ishte me ofertë nga 10,99 ishte 8,99, 2 euro pak.
çorape për Ailën me tematikën e Krishtlindjave. Tjetër, çorape përsëri për Jasonën të trasha, dhe ky me tematikën e Krishtlindjave. Pastaj, ka marrë pijame për Ailën, nuk gjeta njësoj për të dy, kështu që i gjeta tek HM-ja, kishte një radhë të paparë, kështu që i lash edhe s'ka problem. I ka marrë, kjo është bluza e pijameve dhe këto janë tutat. I ka marrë dhe Jasona, së të ishin shumë të lira, në qoftë se vini tek Elsi Waikiki, ishin gati 5,99 €, sepse nuk e kanë çmimin këtu. Edhe është kjo bashkë me këto pantallona. Jo. Ndrova vendi sepse vajti Jasona të telefonit dhe ta merrte. Kështu që po u tregoj dhe të fundit, sepse dhe kjo ka ngelur. Janë pantallona për mua, si pun tuta, nuk e di, një material. Nuk e di sa herë do lëviz, sepse Jasona vjen edhe më merr këtë që mbaj telefonin. Dhe po ju thosha, ka marrë këto si pun tutash, janë të gjëra kështu, edhe këto ishin me ofertë. Në 12,99 sepse nuk pa më linte. Këtu i ka marrë më shumë kur qoj Ailën në kopësht, ti vesh më shpejt. Këto ishin, tani kam bler dhe 3 gjërat e Kiko, do përpiqem të lë diku telefonin pa më marrë djali edhe t'ua tregoj. Ka marrë këto lip glossat që janë goxha virale, ka marrë numrin 31. Këto ishin në ofertë, ishin bërë 9,99 më duket. Ka marrë edhe ngjyrën tjetër, kjo më pëlqen shumë. Ka si pun xixash brenda dhe është numri 17. E fundit që ka marrë është ky blashi. Është 02-shi, më pëlqeu si ngjyrë. Ky ishte 12,99 më duket dhe këto va thash. Këto ishin 3 gjërat e fundit që bleva, nuk bleva më gjë tjetër sepse nuk kisha nevojë. Gjatë këtyre javëve unë kam bërë dhe blerje të tjera që nuk kam filmuar, kështu që për rroba nuk kisha nevojë. Po përpiqem të mbledh shtëpinë, po më lan fëmijët, sepse më të shumtat e gjërave i bëj në darkë që fillen këta. Kështu është kur filmon me fëmijë, nuk të lën të bësh as edhe një gjë. Nuk e di se sa mirë dukem, sepse tani është bërë darkë dhe nuk është ajo drita natyrale që këtu ka shumë dritë dhe jemi me fat. Edhe videotarin më të pastra. Nejse, tani vura fëmijët në gjumë, më pret një pastrim i thellë i kushinës, sepse tani i bie radha zakonisht kur flen fëmijët. Nuk e di si po dalin këto vlogmas, ndoshta kanë shumë haule, por të paktën do të dyja u kam treguar këto blerjet, ja këto ditë janë blerjet e shumta dhe për Krishtlindjet e këto. Pastaj do fillojmë të normalizojmë. Përpara se t'ju hap advent kalendarin, po ju tregoj se si ja kaluam sot, edhe pse ju thash pak a shumë që parë, se çfarë bërëm. Më ka ndodhur një gjë sot që vërtet më ka shqetësuar jashtëzakonisht shumë, dhe mezi e mblodha veten nga ajo ngjarje. Kur vetëm marr Ailën, ne kalojmë rrugën që të vemi te parkingu ku na pret burri me Jasonën. Zakonisht kur ikim me atë, kur vjen ai na merr që marrim Ailën nga kopshti. Dhe sot unë asnjëherë nuk e kaloj semaforin me të kuqe, sidomos kur jam me fëmijë në duar. Kështu që sot pritëm, nuk isha vetëm unë, ishin disa prindër, po prisnim semaforin, erdhi jeshila, u siguruam që ndaluan makinat dhe filluam të kalonim rrugën dhe aty vjen një makinë, as nuk pa fare që kishim semaforin një jeshil, as si po kalonin njerëz, edhe ka ndaluar fiks afër këmbëve tona, unë u tremba sepse isha në fillim me Ailën, kam shtyp pak Ailën kështu, jo me fort, me ngadalë kështu, që ta ruaja, edhe u çudita, edhe ai zotëria vetëm ja bëri kaq.
me thënë nuk kanë pikën e kujdesit, nuk kanë fare varianca makina, janë ca njerëz që as u intereson fare as se është jeshile, as se është e kuqe, fare dhe sinqerisht sot kam qenë me nerva gjatë 1-2-3 orë, po, dhe nuk po e harroja dot. Kështu që sinqerisht po, sot nuk e di. Të paktën kam durim dhe kam atë qetësinë që nuk zihem e nuk merrem me njerëz, por sot të vërtet po të ishte dikush tjetër, sidomos po të ishte burri im, nuk do ta kishte lënë me kaq muhabetin me atë, sepse kisha dhe vajzën mu para makinës. Unë në fakt zakonisht nuk lëviz, po nuk sigurova që ndaloj makinat apo jo, sepse nuk ju besoj, por kishin ndaluar dhe ky e pa shumë që kishin ndaluar makinat. Nuk e di ku vend disa veta. Por sinqerisht kush ka makinë, keni kujdes, shikoni mirë sepse merrni në qafë familje që nuk u kanë fajin fare. Edhe me shpejtësinë e me çdo gjë, keni kujdes. Unë këtë shpesh ja them edhe burrit tim, sepse edhe atij pëlqen të eci pak më shpejt. E i them gjithmonë që mirë për veten tënde, por do marrësh në qafë dikoj që ka fëmijë në makinë ose ka familje. Kështu. Tani hapim advent kalendarin. Ja ku është? Hapim numrin 2. Akoma nuk e kam përdorur atë maskën, por do ta përdorim. Sepse më pëlqen kështu. Më pëlqen të përdor maska. Sidomos të kohë që nuk e bëjmë dhe gjumin 100%, sepse zgjohem për jasona. Të gjejmë numrin 2. Që ka diçka e madhe, ja ku është për t'va tregoj. Nuk e di sa po më shikoni, se nuk po e shikoj veten tani, se cilësia e kamerës është më mirë nga mbrapa telefonit tani ndar. Ja, këtu. Po mbyll me kujdes këtë që mos të prishet. Dhe po e hapim bashk. Jam shumë kurioze. Diçka e vogël duket, nuk e di pse i kanë bërë kutit kaq të mëdha. Një gjë që nuk më ka pëlqyer te advent kalendari është që gjithmonë vendosin këto mini size. Nëse unë më duket e kam përsëri këtë. Ma kanë vendosur farmacit kur blej gjëra. Ky është një gel, një krem me prebiotik, duhet të jetë hidratues. Nuk po e kuptoj mirë se çfarë është. Po, hidratues është. Po, është hidratues, është për fytyrën edhe për qafën, duhet të evitojmë gjithmonë syt. Besoj se do ta përdor edhe jo besoj do ta përdor, të shikoj nëse është e mirë dhe pse jo mos ta blej fund atë si quhen pak full size-in. Edhe po, kjo ishte sot. Deri tani mirë, jam e kënaqur pavarësisht që janë në një paketim të vogël, nuk ka problem. Kjo ishte dhe për sot. Kështu. Unë tani po e mbyll, do merrem me pastrimin e kuzhinës, siç thash, dhe do ndërrohem, do bëj rutinën time të darkës dhe do flet direkt sepse jam goxha e lodhur. Edhe fëmijët tani u grindën të dy, nuk e di çfarë kishin nga fundi, kështu që më lodhën pak. Mos harroni të bëni subscribe, like, po të doni edhe comment. Subscribe bëni ju lutem sepse më motivoni shumë edhe më motivoni që të bëj video akoma më të bukura. Më shkruani në koment nëse ju pëlqejnë që të bëj haul apo nuk doni më t'ju tregoj gjërat që blej. Kështu që po, ne do të shihemi nesër në vlog mas ditën 3. Natën e mirë.